A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Falënderojmë Allahun xhalla shanuhu, salat e selamet për zemërta I dërgojmë të dashurit ton Muhammed Mustafa alayhi salam, shokëve të tij, gjithë atyre të cilët ndjekin rrugën e tij dhe do ta ndjekin deri në ditën e gjykimit. E falënderojmë Allahun për gjitha të mirat të cilat na ka dhënë, për kuronën e gjitha mirësive që na ka falë besimtar musliman dhe na ka dhënë gjitha këto mirësi, të cilat ne nuk mund të arrijmë që t'i numërojmë. Na ka dhënë këtë muaj të bekuar të Ramazanit, për çka ne lutim Allahun xhelle shanu që çdo vepër të cilën e kryejmë, Allahu xhelle shanu të na e pranoj dhe të na bëjë për neve dëshmi ditën e gjykimit kur dalim para Tij, atë ditë kur nuk do të ketë dëshmi tjetër jashtë asë veprave tona të mira. Të nderuar vëllezër, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashtu siç thamë në fillim, ne jemi elhamdulillah musliman, Allahu xhelle shanu na nderoi me këtë din dhe na vendosi rregulla në këtë fe. Allahu xhelle shanu na mësoi se në këtë fe ne çdo send të cilën ne e shohim, të cilën Allahu xhelle shanu e ka krijuar, Allahu ja dha një qëllim të caktuar. E për njeriu Allahu xhelle shanu tha: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Unë nuk krijova xhinët dhe njerëzit jashtë se për të më adhuruar. Pra adhurimi është ai qëllimi për çka Allahu na krijoi neve, që ne nëpërmes këtij adhurimi, nëpërmes adhurimeve që Allahu na mësoi, të arrijmë që ta njohim Zotin ton. Dhe adhurimet që I bëjmë ne ndaj Zotit, duhet na bëjmë njerëz të mirë, duhet na njoftojnë me krijuesin ton, duhet na bëjnë më të përulur para Tij dhe duhet na bëjnë bujar dhe të moralshëm në këtë dunjë. Të nderuar vëllezër, në këtë ligjërat atë të cilën do ta flas apo që e përzgjodha për temë, do të flas për një mëkat e cila është prezente zakonisht në mesin e pjesës dhe shoqërisë që jemi më fetar. Nuk do të flas për mëkatet e përgjithshme të cilat janë të zakonshme e që I njohim si mëkate, por për mëkatet të cilat ndonjëherë vishen në petkun e devotshmërisë dhe ibadeteve. Ai mëkat I cili bëhet në xhamitë tona, të cilët bëhen gjatë namazeve tona, gjatë adhurimeve tona, e që është vetë krenaria, vetë pëlqimi I vetvetes tonë gjatë ibadeteve. Një mëkat për çka Allahu xhelle shanu na I ka tërhekur vërejtjen. Prandaj Allahu xhelle shanuhu, ashtu siç na edukoi neve në çdo aspekt, na edukoi edhe gjatë adhurimeve tona. Kjo për shkak se një mëkatar që pendohet, vjen te Allahu me kokë ulur, me lotësi duke thënë: "O Zot, unë kërkoj falje tek Ti, unë dëshiroj që të më falësh." Ose një mëkatar I cili pas mëkatit të tij I ndjen një keqardhje në zemrën e tij, është shumë më I mirë se një person I cili me gjitha ato adhurimet e veta të cilët I bën, me ibadetet e veta të cilët I bën, fillon që t'i shohë njerëzit e tjerë më të vogël se vetvetja dhe të ndjejnë vetveten e vet superior ndaj të tjerëve. Një cilësi, një çështje të cilën Allahu xhelle shanuhu dhe Muhammed Mustafa alayhi salam e ka ndaluar në Kur'anin famëlar dhe Muhamedi alayhi salam në sunetin e tij. Thot Allahu xhelle shanuhu: "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Ju pastroni vetveten tuaj, Allahu xhelle shanuhu është ai I cili e din më së miri cili është më I miri. Të nderuar vëllezër, pejgamberi alayhi salam na tregon një rast në kohën e Beni Israilëve për dy shokë. Njëri prej tyre I cili kishte qenë besimtar I mirë, adhurues I mirë Allahu xhelle shanuhu, e tjetri kishte qenë mëkatar. Mirë po ky adhurues, duke u nxitur, duke u ndikuar nga mëkatet e shokut të vet, kishte filluar që ta ndjeje vetveten e tij superior. Kishte arrit deri në atë gradë sa që kishte filluar edhe ta nënçmonte shokun e tij për shkak të mëkateve të veta. Ai çdo herë thoshte: "Unë bëj mëkate, por çdo herë në zemrën time ndjej një keqardhje ndaj Zotit tim, ndaj krijuesit tim dhe jam me shpresë se Allahu xhelle shanu do të më falë." Derisa kur e pa ky shoku që ishte adhurues se ai shoku tjetër nuk u largonte nga mëkatet e veta, filloi që ta nënçmonte bile edhe ta adresonte për në xhehenem, për në zjarm të xhehenemit dhe në një fakt, në një farë mënyre të hinë në ingerencat e Zotit. Pastaj, pas një kohë, thot pejgamberi alayhis salam, vdiqën që të ditë dhe personi që ishte mëkatar, e të cilën shoku I tij adhurues e nënçmonte, në fund të jetës së tij u pendua me një pendim të sinqert dhe u bë shkak që ai të hyjë në xhenet, ndërsa ky personi tjetër që jetoi jetën e tij duke qenë adhurues, por duke u ndjek krenar
duke tepruar me krenarinë e tij për shkak të adhurimit të tij, ai bëj që Allahu xhaleshanu ta dënon. Prandaj të nderuar vëllezër, jemi në këtë muaj të bekuar të Ramazanit dhe duhet të jemi kujdes. Jemi në këtë muaj kur zakonisht xhamit mbushen me xhamat, elhamdulillah, dhe ne duhet të kemi kujdes posaçërisht ndaj atyre vëllezërve të ri të cilët vinë në xhami, që të vizitojnë xhamit, që mos t'i shohim me sytë për ulur, por t'i afrojmë, që t'i këshillojmë, që t'i bëjmë shkaktar që ata ta duan xhamin, ta duan namazin, ta duan Ramazanin, dhe mos t'i themi se ti nuk ke qenë askund gjatë një viti e tani gjatë muajit Ramazanit mundohesh që të falish namaz. Për shkak se tha pejgamberi alayhis salam, ta e personi i cili gjendet qoftë edhe sa grimse atomit nga mengjemallësia, ai nuk do ta shoh, nuk do ta shijoj xhenetin dhe mirësitë e saj. Për fund, do ta kisha cek edhe një rast i cili është një shembull shumë i bukur për neve e që transmetohet dhe është e njohur në literaturën islame për një prind i cili kishte qenë i devotshëm dhe ishin zgjuar së bashku me djalin e tij që të falin namaz nate. U zgjuan, u përgatitën për namazin e natës dhe e panë se i gjithë qyteti ishte duke fjetur. I biri i tha babait të vet: "Baba im, sa keq, të gjithë që kanë duke fjetur, vetëm ne jemi zgjuar që të falim namaz." E prindi, i cili kishte një vizion të gjerë, ja tërheqi vërejtjen djalit të tij duke i thonë: "Ah, biri im, sikur mas ta kisha thënë këtë fjalë, për shkak se ne u zgjuam që të adhurojmë Allahun e nuk u zgjuam që me ibadetet tona na hije vetja jonë në qef dhe të ndjehemi si superior ndaj të tjerëve." Allahu na ndihmoft, Allahu na bëj prej atyre besimtarëve të sinqertë, të cilët do t'i bëjmë adhurimet tona për hir të Allahu xhaleshanuhu. E inshallah Allahu na bën prej atyre besimtarëve që adhurimet tona të bëhen sebeb që të përulemi para Zotit, edhe të bëhem njerëz bujar, bëhemi njerëz të përulur, bëhemi njerëz të moralshëm, ashtu siç e ka edhe synimin adhurimi. Allahu na i pranoft agjërimet tona, walhamdulillahi rabbil alamin.